A mund të bëhet në qoftë se ka ndonjë shenjë ose duhet ta bëjë çdo kush që mendon se mund të jetë bartë si faktori gjenetik, ose dikush që shpesh lëndohet apo ka këto thyerje dhe si bëhet ky si proces? A është diçka invazive, është një metodë që kryhet brenda ditës, cilat mund të jenë pasojat, për të sqaruar dhe për ata të cilët ndoshta i kanë këto dyshime por që kanë frikë të shkojnë tek mjeku dhe ta bëjnë këto kontroll? Zakonisht pacientit nuk i shkon ndërmend se mund të jetë i sëmur nga osteoporoza. Kjo është një ndër indikacionet ose një ndër vërejtjet të cilët pacienti mund ta merr nga mjeku. Për çdo dhimbje e cila paraqitet në organizëm, zakonisht i kemi kryesisht simptomet neurologjike të cilat dominojnë, do të thënë një lumboishialgi, një spondiloz, një sindrom brachiocefalik, si thomi, ku kemi zënjen e mizave të duarve, mizave në këmbë, dhimbje gjatë lëvizjes, ose fillon me dhimbje të nyjeve, për shkak të jo lëvizshmërisë të mjaftueshme. Identifikimi i parë do të ishte bë me një rentgen. Do të thënë doktori i cili e udhëzon që të bëhet një rentgen, do ta jep mendimin e parë se kemi osteoporozë. Pra mund të vërehet prej aty. Mund të dyshojmë për osteoporozë. Pastaj bëhen investigime më të thella, siç thash, duhet të vërehet në analizat biokimike niveli i vitaminës D, niveli i kalciumit të ionizuar, jo kalciumit të përgjithshëm në serum, po kalciumit të ionizuar, mikroelementeve tjera të cilat gjenden aty, mirë po edhe hormonet e gjendrës tiroide dhe parathormoni, i cili është hormoni i gjendrës paratiroide në këtë aspekt. Për të sqaruar këtu, do të thënë edhe mjeku duhet që të ketë parasysh apo dhe pacientët që të marrin atë udhëzimin e duhur për të bërë këto analiza laboratorike, jo një analizë rutinë si gjithmonë, por nga një internist ose një endokrinolog, mundet ortoped, mundet doktor i mjekësisë fizikale, ta jepat. Mirë po, për të pasur rezultatet e këtyre gjërave specifike. Nuk i bëjmë hormonet, mundet edhe mjekuam. Do të thënë, tash bisedojmë se çdo gjë mund të fillon prej në nivelin e mjekut tam. Mjekuam është ai i pari i cili e detekton dhe pastaj e dërgon në nivel më të lartë, do të thënë e dërgon në specialitetin përkatës. Po. Të gjithë specialistët që i përmendëm deri tani janë specialistë të cilët mund të kontribuojnë në këtë aspekt edhe mund ta shkruajnë terapinë paraprake. Pastaj duhet të simptomi tjetër siç e përmendëm më herët, tham se është fraktura ajo e cila i sjellën pacientët deri te mjeku. Edhe atëherë mund të vërehet. Mbas diagnostikës radiologjike, ku mund të jetë rentgeni, mund të jetë magneti, mund të jetë kompjuteri tomografik, kemi edhe densidometrin ultrasonografike, e cila bëhet vetëm te shputa e këmbës. Është me një specificitet të diagnostifikimit edhe ndjeshmëri të diagnostifikimit deri në 70%, mirë po deksa skeni është gati se 98-99% siguri.